Shqiptarit thot nuk i ka interesuar feja. Kush tha se nuk i ka interesuar? Ke lexuar në histori? Vazhdimisht na ka interesuar feja patjetër. Dhe sot shikon shqiptar të cilët adhurojnë Allahun e lartësuar, besojnë dhe pasojnë Muhammedin alayhis salam, ashtu brez pas brezi, ndër shekuj. Dhe patjetër që na intereson feja. Me fenë ne mësojmë si me adhuru Zotin e qetësisë, si me kënaq Allahun e lartësuar. Dhe vjen aty premtimi i të madhit Zot në Kur'an, ku thot cili do mashkull apo femër që bën vepra të mira duke qenë besimtar, do t'ja mundësojmë atij një jetë të mirë. Patjetër që feja ka pas dhe ka rëndësi. Ka rëndësi për në këtë botë, por ka dhe rëndësi për në botën tjetër që është më rëndësishme, ku nëse do njeriu me fitu xhenetin, duhet me adhuru Allahun e lartësuar një të vetëm. Duhet me besuar dhe me pasuar profetin Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të. Siç edhe na tregon Muhammedi alayhis salam në hadithe, që kush fjala e tij e fundit është la ilaha illallah, pra nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, hyn xhenet. Kështu kuptohet për një hadithit profetit alayhis salam. Ose në një hadith tjetër, profeti alayhis salam na tregon siç kuptohet pra për hadithit se nuk dëgjon dikush për të dhe beson, vetëm se hyn xhenet. Dhe nuk dëgjon dikush për të dhe nuk e beson, vetëm se hyn zjarr. Zoti na ruaj prej zjarrit të xhehenemit. Amin.